të detyrohen të lëvizin drejt marrëveshjes? Tani të themi drejt në procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërshqinësore, siç është quajtur që nga fillimi i këtij procesi, ka mbetur në një lloj kome për shkak të zhvillimeve të tjera në botë, siç ishte më parë lufta në Ukrainë, ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, pastaj lufta e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Iranit. Gjithë fokusimi i Bashkisë Ndërkombëtare ka qenë tek këto dy vatra luftash, dhe sikur ky proces pra i dialogut Kosovë-Serbi ka mbetur anash dhe nuk kemi pasur deri më tani ndonjë zhvillim apo ndonjë takim që do t'ja vlente për të theksuar dhe që do të prodhonte diçka pozitive në këtë proces. Tani me vizitat e Sorensenit, emisarit special evropian për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, mund të pritet dhe po përgatitet një takim ndërmjet krerëve të lartë, pra presidentit të Serbisë Vučić dhe kryeministrit të Kosovës zotit Albin Kurti, por kjo varet shumë edhe nga proceset politike të brendshme në Kosovë, siç është zgjedhja e presidentit. Nëse edhe gjatë këtij muajit Kosova nuk zgjedh presidentin e saj, atëherë vendi shkon në zgjedhje dhe kështu edhe procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të ndikohen nga këto zhvillime të brendshme në Kosovë. Zëri, nga ana tjetër, Kosova e kushtozon dialogun me drejtësi pra për sulmet që kanë ndodhur në Bajnsk dhe Ibër Lepenc duke kërkuar sigurisht përgjegjësi konkrete nga veta ana e Serbisë. Mendoni se mund të ketë normalizim të marrëdhënieve pas bardhjen e këtyre ngjarjeve të rënda? Ne pamë edhe gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kur ishte temë gjendja politike dhe sigurisë në Kosovë, ku disa, mos them gati shumica përjashto Rusinë dhe aleatet e saj në Këshillin e Sigurimit, të gjithë anëtarët e tjerë i kërkuan Serbisë që të bëjë atë çfarë duhet të bërë sa i përket të akuzuarve që ishin të implikuar në rastin në Bajnska, një kusht i vënë edhe nga Kosova për të rifilluar procesin e dialogut me Serbinë. Megjithatë, ne akoma nuk shohim një gatishmëri të Beogradit zyrtar që të mirret me këtë çështje, pra me sulmuesit e sulmuesit serb që tashmë janë në Beograd dhe janë të lirë, e që bën një sulm, unë nuk e quaj terrorist, e quaj një sulm agresioni të Serbisë në Kosovë. Kështu që nuk shohim shenja që Serbia e ka ndërmend që bëj arrestimin e këtyre pjesëtarëve, arrestimin e akterëve të sulmit të Bajnskës, dhe nëse nuk shihet një vullnet dhe një gatishmëri e tillë, atëherë edhe nga pala kosovare nuk shihet se ka gatishmëri që pa u realizuar apo pa punuar në këtë drejtim nga ana e qeverisë serbe, të ulen dhe të dialogojnë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, një marrëveshje që shumë perëndimi është kongullës që kjo marrëveshje duhet të kulmojë edhe me njohjen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjë që nuk shihet shumë e afërt në horizont. Seri, nga ana tjetër, Serbia ka akuzuar qeverinë e Albin Kurtit për presion ndaj serbëve të Kosovës. I shihni këto akuza reale apo janë sërish pjesë e një strategjie politike të Beogradit, dhe nga ana tjetër, sa rrezikshme është ndërhyrja jashtme në proceset demokratike të Kosovës, ashtu si akuzoi edhe ministri i jashtëm i Kosovës Glau Konjufca pra për ndërhyrje dhe destabilizim të brendshëm nga ana e Serbisë? Serbia vazhdon
me atë propagandën e saj e në tekst të saj e patë edhe ligjin për të huajtur, i cili tashmë ka filluar zbatueshmërinë e tij, por që ka disa lëshime kur bëhet fjalë për komunitetin serb, sidomos në veri të vendit, kur janë njohur përkohësisht disa nga dokumentat të cilat janë lëshuar nga strukturat paralele të Serbisë që dikur kanë vepruar në Kosovë, dhe këto janë një lloj pranimi i përkohshëm për 12 muaj, dhe këtu Serbia sikur filloi të propagandojë se është bërë shkelje të drejtave të minoritetit serb në Kosovë dhe një lloj përndjekje, gjë që nuk është e vërtetë. Ndërsa sa i përket asaj që ministri diplomati Konjufca e theksoi për ndërhyrjen në serbe në proceset zgjedhore në Kosovë, kjo ka qenë vazhdimisht prezente dhe pres që sërish të jetë prezente përmes listës serbe, e cila financohet, përkrahet dhe mbështetet nga Beogradi zyrtar, dhe është si një lloj kali trojës që Serbia ka gjendë për ta destabilizuar Kosovën, për ta bërë një shtet jo funksionale dhe për të kërkuar një autonomi që do të ishte një shkallë e pushtetit të tretë në Kosovë, gjë që nga ana e Kosovës kjo kundërshtohet shumë me këmbgulje, për shkak se një pushtet i tretë në Kosovë mund ta bëjë Kosovën një shtet jo funksional që mund t'i gjasojë Bosnjë-Hercegovinës. Pra Serbia do të vazhdojë edhe më tutje me agjendën e saj për ta destabilizuar Kosovën, për ta bërë shtet jo funksional, dhe këtë e bën përmes të ashtu quajturës parti politike e Lista Serbe, e cila tashmë ka 9 deputet në kuvendin e Kosovës, por nuk është edhe pjesëmarrëse në qeverinë e Kosovës, sipas kushtetutës që parasheh që një përfaqësues nga komuniteti serb do duhet të jetë ministër në qeverinë e Kosovës. Megjithatë, kjo lista serbe ka diku 9 komuna serbe që mban pushtetin në Kosovë. Zoti Zeri, duke qenë se debati për listën serbe dhe ndikimin e saj mbeti sigurisht një nga pikat më të nxehta të përplasjes politike, mendoni se po përdoret tashmë lista serbe si një instrument politik nga ana e Beogradit? Është përdorur gjithmonë, edhe në të kaluarën edhe tani, pasi që dihet fakti se lista serbe është formuar nga qeveria e Serbisë si e vetmja përfaqësuese e interesave të serbe në Kosovë, por edhe si një instrument në duart e Beogradit zyrtare. Kjo ka bërë që mos të ketë një pluralizëm demokratik në vetë në përbrenda minoritetit serb në Kosovë, ku që nga viti 2013 ka qenë lista serbe ajo që ka dominuar komunitetin serb në Kosovë, duke qenë si e vetmja përfaqësuese e interesave të tyre, që unë them rrallë herë ka përfaqësuar këto interesa, përkohës që ka qenë një instrument politik në duart e qeverisë së Serbisë dhe presidentit Vučić për të vazhduar kundërshtimin ndaj zhvillimeve politike në Kosovë, për të vazhduar kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës dhe me tentim gjithmonë, siç e thashë më parë, për të destabilizuar Kosovën dhe për ta bërë shtet jo funksional. Se i përket dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe, zotja Ziri, e cila është një çështje e cila vazhdon të jetë sigurisht kërkesa kyçe nga ana e vetë Serbisë, mendoni se është asociacioni një zgjedhje për stabilitet, apo nga ana tjetër është rrezik për funksionalitetin e shtetit të Kosovës? Tani do të varet se cilat do të janë kompetencat e këtij asociacioni. Qeveria e Kosovës, konkretisht kryeministri Kurti, ka kundërshtuar që statutin e kësaj organizate ta dërgonte në gjykatën kushtetuese të Kosovës për ta vlerësuar nëse është në frymen e saj. Pra varet shumë nëse
ky asociacion çfarë kompetencash do të ketë. Nëse do të ketë kompetenca ashtu siç i ka parapar në një opinion gjykata kushtetuese e Kosovës, atë nuk mund të kemi ndonjë rrezik. Por nëse ky asociacion ka kompetenca ekzekutive që prekun shumë më gjerë se sa çështjet arsimore e kulturore, atëherë kemi të bëjmë me një autonomi territoriale politike që do të vendosë një shtyllë të pushtetit të tretë në Kosovë e që nënkuptohet se do të kishte një destabilitet dhe një diçka që mund të ndikonte edhe në funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Pra, nuk neglizhojmë rrezikun që mund dalë nga ky proces, mirë po formimi i tij do të jetë në kuadër të kornizës të një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk pres që asociacioni i komunave me shumicë serbe të fillojë të formohet pa një marrëveshje kornizë gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë. Për shkak se atëherë nëse ky asociacion mund bëhet pa një marrëveshje kornizë, vlerësoj se Serbia mund të fillojë më pas me gjëra të tjera që do të kundërshtonte marrëveshjen përfundimtare apo të bënte obstruksione kësaj marrëveshje. E qartë, sa i përket dialogut zotëria Ziri ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, pra që nga viti 2011 ka prodhuar marrëveshje, por jo gjithmonë kemi pasur zbatim të këtyre marrëveshjeve. Pse kanë ndërshtuar këto marrëveshje dhe kush mban përgjegjësi për mos zbatimin, pavarësisht edhe standardit të dyfirë që është ofruar nga ana e Bashkimit Evropian? Të drejtën, ky proces i filluar diku në 2011 si një proces, një dialogu teknik, është thënë qysh në fillim për të vazhduar më pas dhe një dialog politik që thuaj se do të ishte për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ato çfarë ka ndodhur më parë dhe deri më tani janë e demantojnë plotësisht atë për çfarë është nisur ky dialog. Marrëveshjet që kanë arritur për segmente të ndryshme që kanë të bëjnë qoftë me marrëdhëniet Kosovë-Serbi, qoftë në raport me minoritetin serb në Kosovë, janë disa marrëveshje të cilat edhe nuk kanë gjetur zbatim dhe ne kemi pare dëgjuar se si palët kanë akuzuar njëra tjetrën për obstruksione ndaj këtyre marrëveshjeve. Megjithatë, kjo ka bërë që të jetë një rezultat, mosbatimi i tyre të jetë rezultat plotësisht apo diçka që ka ndodhur për shkak të mos një presion, nuk ka mungesën të një presioni nga Bashkimi Evropian që ka qenë facilitues apo ndërmjetësues i këtij procesi dhe sot jemi aty ku jemi, ku marrëveshjet të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mos gjejnë një zbatueshmëri të plotë, herë janë zbatuar në mënyrë gjysmake e herë nuk janë zbatuar fare. Dhe këtë shkaku i mos zbatimit të këtyre marrëveshje ka qenë presioni i munguar nga Bashkimi Evropian, sidomos në raport me Beogradin zyrtar, ku në vend se Beogradit zyrtar t'i bëhej presion dhe të sankcionohej që të detyrohej për realizimin e këtyre marrëveshjeve, jo rrallëherë Beogradi është favorizuar dhe kjo një farë forme sikur e ka trimru Beogradin zyrtar që edhe përkundër nënshkrimit të marrëveshjes, edhe përkundër dakordancave në Bruksel në procesin e dialogut me Kosovën, ato që ka prodhuar ky proces edhe të mos i zbatonte në terren. Zoti Ziri, nga ana tjetër, sa i përket dhe rolit të UNMIK në Kosovë, a shihni tashmë se ka vërtet një rol specifik apo nga ana tjetër është një strukturë e tejkaluar, pasi kjo mbetet sigurisht një tjetër pikë përplasje mes palëve, por sigurisht edhe ndërkombëtarëve? UNMIK është të kurrur në një zyre
që thjesht aktiviteti i tij ka të bëjë me si një mision fakt mbledhës që përgatit raport tërmujor për Këshillin e Sigurimit të Kosovës, sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuar, bazuar në rezolutën 1244, një rezolutë që tashmë është të kaluar dhe nuk ka asnjë farë roli në Kosovë, që nga 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë e saj. Megjithatë është përhapise e kjo zyre akoma vazhdon aktivitetin e saj, një aktivitet mjaft të kurrë, një aktivitet që fokusohet vetëm në shkrimin e raporteve tërmujore për Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që bazohet dhe këtë punë e tij bazohet në një rezolutë 1244 që tashmë është e kaluar, por fakti është se kjo zyrë po vazhdon të jetë të funksionojë në Kosovë pa një ndikim as në aspektin politik apo të sigurisë në Kosovë. Thjesht është aty sa për t'i krijuar një alibi Beogradit zyrtar që të thirret në raportet e kësaj zyrje dhe akoma të mbajnë shpresë në rezolutën 1244, ku kjo rezolutë e sheh statusin e Kosovës të pa definuar, kështu që nuk shon ndonjë rol shumë censor të saj përposa asaj që e thash, se është një zyrë e cila merret me shkrimin e raporteve, me aktivitetin e saj gjoja në mbrojtjen e minoriteteve në Kosovë, në veçantë atij serb në veri të vendit. E qartë. Mirë, zë Zeri, për të mbyllur, ndërka është një takim i mundshëm mes Albin Kurtit dhe Aleksandar Vučić në Bruksel shihet ndoshta si një mundësi për rifillimin e dialogut mes të dy vendeve pra Kosovës dhe Serbisë. Mendoni se ky takim mund të sjellë vërtet një kthes reale apo nga ana tjetër do të jetë një raund pa rezultate ashtu si ka ndodhur dhe herët e kaluara? Kjo varet se sa do të jetë presioni i Bashkimit Evropian tek krerët e lartë shteteve respektive, por natyrisht që në këtë proces është shumë qendror edhe roli i Shtetit Bashkuara të Amerikës, që do të mund të ishte vendimtar për të vazhduar procesi i dialogut në rast se ky takim realizohet në Bruksel ndërmjet presidentit serb Vučić dhe kryeministrit të Kosovës zotit Kurti. Mund të flasim atëherë për një proces, për